ka edhe një gjë. A kemi pas ne Shqipëria? Jam dakord, po tash unë nuk do të luaj rolin e avokatit djallit. A kemi pas ne realisht një trashëgimi kulturore, si thoni jo, pazarin e Kinës? Kemi pas ne pazarin e vjetër që ishte gjithë qelpiqe dhe gjallë njërën tjetërn. Pa dyshim nuk jam dakord me atë monster që u ndërtu dhe në kohët komunizmit, që është sot quhet Pallati i Kulturës, që është funksionoi si pallati i antikulturës. Por a kemi pas ne vlerat vërteta, domosdoshmëpunime, për shembull siç është kalaja e Toptanësve, që unë kam hyrë këtë ditë, dhe është bërë një mrekulli. Një mrekulli. Aty ke qef, të hysh dhe të shisësh atë korridor. Kam pa dhe qytete të tjera, domethënë, ose po e kapim për teatrin popullor, që unë kam qenë kundër prishjes së teatrit. Mirë, pa ai teatri ishte rënu. Unë jam për atë që të prishje dhe të bëhej po në atë formë që ishte, se sot teknologjia, zhvillimi e gjitha i bëjnë, si kanë qenë, i bëjnë botë. Është djeg një godin në Boston 2 herë dhe e ka ndërtu siç ka qenë, identik. Ti e the shumë bukur. Pa. Jam fut te kalaja dhe ishte bërë një mrekulli. Pa. Si kalaja mund të ishte bërë edhe pazari vjetër i Tiranës, që nuk është jo domosdoshmërisht do rikthesh tek Qerpiçi. Po të kishe pas një projekt. Një projekt. Apo jo. Ose ti harrove rrugën ishte rrugën mbretërore, rrugën e barikadave, rrugën e barikadave. Ajo është një rrugë që ti ke qenë në Boston, nuk ke metu në Boston, ato rrugica ruhen me fanatizëm. Absolutisht. Jo vetëm ti ke në Athinë. Jo vetëm për shembull është ajo First Bell. Unë kam bërë shkrim për këtë. Që ruhet jo vetëm si godin që nuk e prek dot atë lagje. S'mund ta prekësh. S'mund të prekësh gurë të trotuarit, po ruhet edhe si është mren, pavarësisht se kanë kaluar kaq vjet. Ajo interior design, dizajni i mbrëmshëm janë po ato karrige që kanë qenë atëherë, prishen ato, po i bëjnë po ashtu. Ja pra ku që ka historia, që ka unë. Po. Jam plotësisht dakord, Pra, dhe elemente të tjerë, patjetër që qyteti, sigurisht me dimensione të tjera, ka pas gjithmonë krye arkitekt Tirana.